Ky emision mundësohet nga Klinika Ginekologjike Gjermane. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044 677 333. Magjistralia Prishtinë Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik. Përshëndetje shikues të televizionit tonë, mirë se po takohemi dhe kësaj radhe. Po nisim kështu edhe për sot emisionin shëndetësor Aorta, ku kemi zgjedhur që të flasim për kancerin e gjirit. Me qenë se jemi edhe në muajin tetor, muaj ky i cili është përkushtuar komplet me disa nga aktivitetet e ndryshme, luftimit e kancerit të gjirit dhe vëdësimin e femrave për kontrolla sa më të hershme. Për të diskutuar për kancerin e gjirit, sot në studio të ftuar kam Dr. Saudin Maliqi, kirurg torokal. Nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjejmë, faleminderit. Fillimisht, a mund të na tregoni pak dhe të na flisni për kancerin e gjirit? Para se të futemi drejt në temën e kancerit të gjirit, desha të përshëndes juve dhe njëkohësisht me që është muaj i sensibilizimit të luftës kancerit të gjirit. Ky mesazh jonë sot shkoj drejt të gjitha ato gra, nana, motra tona, të cilat sado pak të marrin nga një informacion shtesë rreth një sëmundje e cila kërcënon shumë, një sëmundje e cila ka një vdekshmëri shumë të lartë, por në anën tjetër një sëmundje e cila mjekohet jashtëzakonisht mirë. Pra kem disa ekstreme si që shohim, në anën tjetër shumë vdekshmëri krijon, në anën tjetër shumë e shprehur, por edhe në anën tjetër shumë e mjekueshme, por e ka vetëm një kusht që të mjekohet shumë mirë, nëse ajo zbulohet me kohë. Kanceri i gjirit është një sëmundje e cila atakon gjirin. Andaj edhe quhet kanceri i gjirit, sepse krijohet mo në indin e gjirit. Pra është një ind që ne e quajmë kancer, i tjetërsuar i gjirit, i cili me kohën del nga kontrolli i indëve tjera, gjirit dhe në vete krijohet një ind i cili rritet, zhvillohet dhe më tutje metastazon. Që të jemi më i qartë, pra kanceri është një sëmundje e cila ka një etiologji të shumë fisht dhe është vështirë që të përcaktohemi në shkaktarin e saj. Se po që se do të zbulojmë sakt cili është shkaktari, se ne shpesh hasim pyetje kush po e shkakton, është një kompleksitet i madh i faktorëve që ndikojnë në shfaqjen e kancerit. Meqenëse nuk mund ta zbulojmë sakt cili është faktori, shkenca ka evoluar dhe në drejtim zbulimit shkaktarëve të kancerit, por në anën tjetër është zhvilluar shumë edhe mjekimi ose trajtimi i kësaj sëmundje. Kështu që në njërin anë, derisa shkenca punon të gjejë këta faktorë, cilët një ditë nëse zbulohet nuk do të ketë kancer, në anën tjetër shkenca shkon në drejtim të mjekimit këtyre sëmundjeve dhe janë marrë hapa se si do të mjekohet, si do të shërohet kjo sëmundje. Sepse vetë fakti që ta gjejmë shkaktarin nuk është mjekimi. Shkaktarin kur e gjejmë është mandej metoda tjera që do ta ndalojmë. Edhe ajo do të ishte mrekulli, sikurse që ka ndodhur shumë vakcina për sëmundje tjera. Por mjekimi është vazhduar me një ritëm prej mjekime më thjeshta që në historinë e mjekësisë deri tani më që janë mjekimet më të avancuara, për cilat ne do të flasim më vonë. Tani duhet të na tregosh në fakt pak për formën invazive dhe atë jo invazive. Kur flasim për kancer, ne duhet s'pari të sqarohemi për opinionin. Shumica e pacientëve, po flasim atë që ta marrin sa më lehtë pacientët ose popullata ta ketë të qartë. Në bën pyetja është tumor mashkullor apo femror. Ka një kjo ndarje në fakt edhe njihet në popull. Është.
Kjo është një nominim i cilin popullata e përdor. Dhe nifet që tumori femëror është ai kanceri, kurse ai mashkullor është tumori benin. Kjo nuk e di me çfarë arsye është nominu ose është emëru ashtu. Sepse ne nuk mund të them që femna është e keqja dhe mashkulli është i miri. Ajo është keq për të thonë. Por mendoj që është nis nga fakti se nga femra mund shumohet diçka, ndërsa nga mashkulli nuk mund shumohet, nëse veç ashtu është nis. Dhe kjo do thotë, kanceri është ai nominim që thuhet në popull femnor, është smundje që mund të jetë, si që thot jo në pyetjen që a është invaziv ajo. Fillimisht kanceri nuk është invaziv. I sapo formuar, i ende nuk është rrit, nuk është zhvilluar në fazën që ta depërtoj atë barierën prej nga quhet masnej invaziv. Kjo është sikurse një zjarr, kur është brenda një vendi ku duhet ndezur ose ndezet, por nuk e ka kalu kufirin e atij murit ku do të kishte me dalë në fëqinj. Pra, karcinoma mund të jetë invazive dhe jo invazive. Fillimisht do të jetë jo invazive, po më tutje kalon në invazive dhe ato janë karcinoma që janë më të shpeshtat, janë karcinoma duktale invazive, sepse është nga vetë duktusi ose rrugët përqushme të qumshtit, të busat e përqimit të qumshtit, dhe lobuluset ku janë, lobulusi është vetë një njësi e gjirit në të cilën krijohet qumshti. Pra, njësia ku krijohet qumshti dhe njësia ku shpërndahet qumshti. Dhe nëse është ajo në tubus, quhet karcinom do më thanë duktale, nëse është në lobulus, quhet karcinom lobulare. Që të dyja mund të jenë invazive dhe jo invazive. Tani na përmendet pak më herët tumorit benigne, që nënkupton tumorit e mira dhe malinja ato të këqija. Na shtjello pak këtë çështje dhe cila formë është më e shprehur tek kanceri i gjirit me që jemi duke diskutuar. Kur flasim për tumorët e gjirit ose ndonjë gjandër në gjë, sepse fjala tumor është ndonjë gjandër, ndonjë formacion i cili ka 3 dimensione. Pra, nuk do të thotë që çdo grua të ketë kancer gjirit nga se ajo ka prek një gjandër ose një nodus në gjë. Prej këtij fakti, shumica dërmuese e ndryshimeve që janë gjë janë benigne. Janë fibradenoma, janë adenoma, janë cista e tjera, cilat nuk kanë fare, nuk çojnë peshë. Dhe më thënë, nuk kanë një problem hekja atyre fizike, përcaktimi diagnozës sakt, e shohim që nuk kanë të bëjnë me malignitet asgjë. Ndërsa një numër tjetër i vogël që nuk është qaq i madh, krahasim me këto benignet, është karcinom ose kancer. Atëherë tani dua të kalojmë pak tek shenjat dhe cilat formacione janë ato ku duhet të brengosemi, cilat shfaqen. Kanceri është një smundje vërtet tinzare, sepse nuk jep shpesh herë, nuk jep simptoma apo shenja të cilat kishin me qu pacientin drejt e ne, të mjeku. Shpesher kemi raste kur neve kemi kontrola të shumta, të grave shumë të shqetësore, për faktin se ndjen dhimbje në gjë. Dhe në realitet, aty nuk kemi të bëjmë asnjë smundje serioze. Dhe ne shpesh ju thojmë që këto janë smundje të mërzitshme, por jo të rrezikshme. Ndryshe është probleme mërzitshme që ju shkaktojnë dhimbje, ndryshimet hormonale, displazitë fibrocistike të tjera, të cilat japin dhimbje, por nuk japin rrezikshmëri për pacientin. Ndërsa nga ana tjetër, kemi tumorët cilët fshehurazi rritën, nuk japin fare dhimbje. Rritën me dimensionin njerë 1 centimetër, gjysmë centimetër, 1 centimetër, mandej 2 centimetër, e më tjutje rritën, dhe atakojnë strukturat për rreth, për më keq ato shpërndajnë disa qeliza prej atij tumori në nënsjetull,
në ato gjandrat ose në duset limfatike në nsetull, dhe tani shpesh në ndodhë që groja vjen në kontrol nga se ka vrejtur, pos ndryshimit në gji, ka vrejtur edhe gjandra të rritura limfatike. Çka do thotë? Do thotë që një shenjë i tumorit është që preket një gjandër, e dyta është kur ajo preket edhe gjandra në nsetull. Ajo, kur ne kemi një nodus, një gjandër në gji, dhe një gjandër ose nodus në nsetull, është një shenjë shumë i bindshëm për kancer. Anën tjetër, kemi disa tumor, përpos që nuk shkaktojnë dhimbje, që i kapim ato struktura, disa ligamente që i quajmë na dhe tërhekim pak lëkurën. Dhe kur lëkura, ai tumori të rrit, ngrej lëkurën, indin në lëkuror bashkë me ndyrën e gjirit, dhe gjiri nuk e ka atë formën e vetë më pashme, tërhiqet pak mbranda në vendin ku o gjandra. Ajo është një shenjë që flet për një ndryshim. Po dhe ajo nuk është 100% e sigur që është malin, të kuptohemi. Sepse nga njerë kemi procese inflamatore që tërhekin në mënyrë tillë, por nuk janë. Po, ajo është një shenjë që duhet me njerë pacientit shkojë te mjeku. Pastaj kemi tumorë cilët sekretojnë gjak përmes majës gjirit. Pra, kemi një rrjedhje, një likidi, një langur nga majët gjirit nga gratë, i cili është i përgjakur. Dhe ajo duhet shkojë të bëjë analizën e fillimisht atij langut ose sekretit, pastaj bëjë edhe fotografi me shtesë, ultrazon, mamografi, në mënyrë që të bindemi që kemi apo s'kemi ndryshim. Sepse edhe këtu duhet të sqarojmë. Çdo herë rrjedhja gjakut nga maja e gjirit nuk është kancer. Janë disa ndryshime papilloma në përgjigj që janë benine, japin rrjedhje gjakut. Por kemi edhe shumë raste kur është kancer. Andaj, rrjedhja e sekretit me gjak është shenjë që duhet seriozisht të trajtohet. Edhe nga pacienti edhe nga mjeku. Pastaj kemi, po ashtu, po flasim në pamje, do thotë, patëm tërhekjen e lëkurës, rrjedhja nga maja e gjirit, po kemi edhe një ndryshim tash në lëkurë. Nëse ndryshimi në lëkurë është skuqje e gjirit, s'do thotë gjithë që është kancer, nga një herë. Por, nëse lëkura merr një formën e lëkurës së portokallit, pra bëhet më në trash, më e ajur, ka ato porët, rritën vrimat e porëve në për lëkurë, dhe ajo lëkurë, ai shej është një nga shejat shumë të sigurta për kancer gjiri. Po ashtu, nëse kemi ndonjë skuqje që ka përfshi ose një inflamacion në tërësi gjirit, dhe përkundër terapisë, një javë të mjeku në ambulancë specialistike diku, nuk kemi tërheqje të shenjave të skuqjes përmirësim. Edhe ai shej do të me u marrë shumë serioz se është një lloj karcinome inflamatore që quhet, që është mjaft e rrezikshme, edhe ajo din të mshefet mbas çtyne mastiteve dhe inflamacioneve të gjirit. Po ashtu, është edhe një shenjë tjetër që ndodh në areol, në majën e gjirit, në areol, ndodh një ndryshim i ngjyrës dhe i disa si ekzema, po është një ndryshim në vetë shtrecën sipërfaqësore të lëkurës. Pra, ajo ndryshim është ka pak gjakos, ka pak ashtu duket sikur populli thet majesel është, por nuk është majesel, është një thjesht një ekzem, duket si formë ekzemes, po ajo është një lloj kanceri. Po ajo është një kancer me një rritje ngadalshme dhe me një prognozë të mirë. Fati që është ajo ashtu, pacientët thot e kem gjatë këto. Është rrit, po kam që 4 vjet, ka qenë fillimisht veç nga të majës, tash ma ka marrë krejt zonën e majës gjirit ose areolën, dhe pse ka por 4-5 vite veç kaq ka depërtuar.
Edhe ajo është një shenjë e kancerit të gjirit. Shenjë tjetër, kancerit të gjirit, kur kemi limfnodet të rritra edhe në sqetull dhe supraklavikular bashkë me një ndryshim, ose edhe pa shoqëruar me një ndryshim, mund të mos ketë fare ndryshim në gjih. Po të ketë limfnodet të rritura në aksil. Nga njëherë kanceri, pse thamë është tinzar, është për faktin se nuk jap dhimbje fare, gruaja ka ndryshimin, ndihet mirë, nuk shkon te mjeku. Përjashtimisht tash që informacionet që po i çojmë dhe vetëdijsimi do ta ndryshoj këtë gjendje. Po flasim në kushtet kur pacient kanë shku ose gratë kanë shku te mjeku kur kanë pas dhimbje nga një problem. Dhe derisa nuk ka pas dhimbje, nuk është konsideruar e smur ose e rrezikum nga smundja. Tani, doktor, na trego pak se cilat mosha janë më të rrezikuara nga kanceri i gjirit? Shpesh na është shtru pyetja se nga njerëz të ndryshëm, nga pacientë ndryshëm që shumë ka kancer në Kosovë, shumë gra janë smura me kancer, shumë është shpreh kjo smundje, atjera. Ju tham të drejtën, bazuar në disa statistika që ne i kemi dhe bazuar në statistikat e shteteve në janë, Kosova ka shumë ma pak raste me kancer gjirit se Maqedonia, se Shqipëria dhe shtetet më gjatë. Shumë ma pak. Për numër të banorëve që kishim njësoj mi marrë edhe në Maqedoni në 2 milion, edhe në Shqipëri, nëse i marrim 2 milion, ata kanë më shumë karcinom. Shtrohet pyetja pse? Për faktin se kanceri shprehjen më të madhe ose kohën kur më shumë të shfaqet kanceri i gjirit është mbi moshën 40 vjeçare. Ndërsa ai piku më i madh kur në kulm ka arritjen frekuencën më të madhe të shfaqjes e ka në moshën 50 vjeçare tutje. Dhe tashti shumica e popullatës sonë është e re. Për faktin që kemi shumicë popullatës edhe femna dhe meshkuj të ri, nuk janë kandidat që të kenë shumë këto smundje, ndërsa në pyetjen e ju se ku shfaqet, karcinoma mund të shfaqet edhe në moshat e reja, por është shumë e rrallë. Kurse mbi moshën 40 vjeçare ose 40 vjeçare është një moshë kur pritet të shfaqet smundje, mund të shfaqet smundje. Dërsa mbash moshës 50 vjeçare, rritja se mundësia shfaqjes ose të paraqitjes tek kësaj smundje është mjaft e madhe. Tani dua të kalojmë pak edhe tek diagnostifikimi. Dihet, doktor, që kanceri i gjirit ka shërim nëse veç diagnostifikohet me kohë. Po, thamë fillim që është një smundje që shumë kërcënon dhe është një smundje që shumë mirë mjekohet ose dhe shërohet. Nëse ne do të jemi të vëmendshëm, të bëjmë kontrolla së pari një herë në vit me ultrazë, pastaj kontrolla vetvetiu në shtëpi, do të japim mundësi që kësaj smundjes t'i dalim para në fillimin e saj. Në fakt, nëse çfarë edhe ka ndodhur nga 1999 deri ka 2006, 2007, 2008, kur kem pas raste kur kanë ardhur mjeku, kanë ardhur në një stad ose një fazë shumë të avancuar smundjes. Tani më ka ndryshuar një çik pak kjo ardhje, kjo prurje, sepse nuk e kem më ashtu me stadet të avancume, sepse tash një vetëdijsim, qoftë nga media, qoftë nga media shkruar ose televizive, këto shoqata ato YouTube të tjera, kanë bërë të mundshme të bërtojnë thellë në zonat edhe rurale të informojnë popullatën që kujdesi me kohë është shërimi më i mirë nga kjo smundje. Nëse kancerin e gjirit e zëmë në fazën fillestare që quhet in situ, jo invazive, kanceri shërohet. Në qoftë se, edhe nëse është invazive, po është në fazën që nuk e ka kalu 2 cm tumori madhësin, shancat shumë të mëdha janë për mbijetesë, për mjekim shumë të mirë.
me rritjen e madhësisë tumorit, se merren si parametra madhësia tumorit, qëto limfnodet në aksilë e tjera, nëse këto madhësi nuk i kemë mbi 2 cm, gjithherë prognoza është më mirë, qasjet do të jenë më të vogla kirurgjike, nuk do të kemë qasje radikale kirurgjike. Fillimisht, që mbas luftës, edhe është kriju përshtypja pse në Kosovë çdo njerëz po hiqet gjiri. Në fakt, gjiri duhet gjithherë të hiqet kur karcinoma ose kanceri ka përfshi strukturat cilat nuk e lejojnë më urujt gjiri. Janë kushtet, konditat në cilat na veprojmë, në cilat përcaktohemi a do të arrujnë gjirin apo nuk duhet të arrujnë gjirin. Por një nga parametrat shumë të rëndësishëm është kjo madhësia e tumorit dhe lokalizimi i saj. Nëse është madhësia e vogël e tumorit me një lokalizim të favorshëm, gjiri nuk do të rrohet. Andaj gratë po erdhen herët, përpos që shërohen edhe gjiri nuk ju cënohet. Kështu që ardhja me kohë është mrekullia në mbikimin e kësaj sëmundje. Po flasim pak edhe për mamografi, na trego pak për procedurën e kësaj kontrole, pasi që shumica dhe hezitojnë nga mos informacioni se si bëhet, a shkakton dhimbje apo si bëhet kjo? Po, para se të flasim për mamografin, gjë që shumica e grave nga njëherë, posaçërisht në këtë muaj në luftës kundër kancerit, drejt nisën të bëjnë mamografi. Nuk është e preferueshme ajo drejt. Është mirë drejt shkojnë te mjeku, të bëjnë një kontroll. Këto janë hapat në cilët duhet, ose rruga në cilën duhet shkojë pacient. Për pos kontrolës që e bën vetë pacienta pranë pasqyrës, në tushë e tjera, që kontrollon a ka ndryshim në formë madhësi, ngjyrë, ngji, a ka ndryshim në simetri ngji, a ka ndonjë tërheqje të gjirit anash, djathtas, majtas, brenda jashtë, a ka ndonjë rrjedhje. Këto janë ato që i bën vetë pacienti. Pra, shef a është çdo gjë normale në gjirin e saj, sikurse më parë. Njërë mund të ashe, a ka një ndryshim? S'ka, shko me tutje. E prek, a ka një ndryshim në të prekur? S'ka, okej. Po qëse, nuk ka kësi ndryshime dhe ka moshën 35 vjeç ose 30 vjeç, nuk amnestohet që të mos shkojë te mjeku. Do të shkojë te mjeku, të lajmërohet një kontroll gjive. Fillimisht bëhet ultrazon i gjirit dhe para moshës 40 vjeçare nuk do të futemi në mamografi, përjashtimisht rasteve kur me ultrazon bëhen gjetjet që na çojnë drejtim diagnostikimit matjetshëm të smundjes. Por jo të bëhen ashtu nga vetë pacientja. Të shkon pacientja 20 vjet të bën ultrazon mamografi. Nuk lejohet, dhe nuk duhet bëhet. Mos tham edhe 16 vjeçë që kanë ndodhur që është absolutisht e ndalueshme, nuk lejohet fare. Pra nuk lejohet të bëhet mamografia me dëshirën e pacientit, po me indikacionet që përcakton mjeku. Sepse është një ekzaminim që rrezaton, tash do të flasim. Por, për të vazhduar me tutje, mbasi që ka bë kontrollën e mjekut, ka bë ultrazon dhe nuk ka gjetë asnjë gjetje, shkon në shtëpi, vjen kontrollën e ardhshme. Mbas moshës 40 vjeçare bëhet mamografia e parë. Fillimisht bëhet ultrazon, pastaj bëhet mamografia. Mamografia është një metodë radiologjike, është një rentgen i gjirit, e cila gjyri si metodë është më ndryshe se fotografimet tjera trupit ton. Futet gjyri në vendin ku duhet të shtrihet gjiri, ka një pllakë nga e shtrëngon pak për të marrë formën gjiri dhe fotografohet. Sa i përket dhimbjes, dhimbja është subjektive. Për faktin se ka shumë gra që nuk dinë dhimbje ose ajo dhimbje nuk është për tu veçuar. Po ka gra të cilat ndinë dhimbje dhe në prekje, kanë një sensitivitet më të madh. Dhe ato po qëse dhe kur futen mamografi, sigurisht se kanë mendi pak dhimbje nga ai shtëngim. Por gjithnjë
Mamografia bëhet duke u sinkronizu tekniku i radiologjisë që e bën ato me pacientin derisa të gjendet ajo toleranca në cilën pacienti ndihet mirë, jo të dëmtohet, e ke parasysh. Pra, mund të shkaktoj një ndjesi dhimbje të vogël, por meqense bëhet një herë në vit dhe bëhet një herë në vit të rastet që duhet bëhet, ndërsa mbas 40 vjeçare bëhet, mosha 40 vjeçare bëhet një herë sa për të evaluar se si është gjendja e saj. Doktor, ndërpresim për pak çaste bisedën tonë për të rikthyer pas një blok marketingu. Okej. Vazhdoni të qëndroni me ne. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044 677 333. Magjistralia Prishtinë Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane. Deutsche Frauenklinik. U rikthyemi të dashur pas bllokut marketingut për të vazhduar bisedën me të ftuarin tonë për sot. I nderuar, tani kalojmë tek trajtimi i kancerit të gjirit. Na përshkruaj pak për etapat e trajtimit të kësaj sëmundje. Fillimisht ju tregoj që unë këtu jam, do thot, një kirurg i krahërorit që në Kosovë ne bëjmë mjekimin kirurgjik të këtyre sëmundjeve të gjirit plus edhe sëmundje tjera të krahërore. Sa i përket trajtimit, kanceri i gjirit i ka 3 modalitetet të mjekimit. Modaliteti ose mënyra e parë që është fillestare dhe më e mira është kirurgjik, ndërhyrja kirurgjike. Modaliteti tjetër është kimioterapia dhe hormonoterapia bashkëmeta dhe modaliteti 3 është radioterapia. Po nisemi nga kirurgjia. Para se të bëhet një kirurgji, një ndërhyrje kirurgjikale, ne kemi të dhëna nga diagnostikimi paraprak, që është bërë me mamografi, ultraza, që kemi një ndryshim në gjë që ka formë, mallësi e tjera. Dhe atë ndryshim ne kohëve të fundit ka 12 vite që kem fillu me procedura shumë të reja të diagnostikimit që quhet një farë needle biopsy ose biopsia me gjilpër speciale. Që do thot, nuk e marrim tumorin me hek, por shkojmë me ultraza dhe hymë në tumor, shpojmë tumorin me atë gjilpërën speciale, cila hyn merr masën dhe ajo masë kontrollohet nga patologu dhe përcaktohet a është sëmundje malinje apo nuk është. Dhe nëse është sëmundje malinje ose karcinom, çfarë lloj karcinome është? Pasi që fitojmë diagnozën dhe në rast se fitojmë diagnozën që është karcinom, ne dim dhe llojin, tipin e karcinomës, a është duktale invazive, a është lobulare, a është komeda, apo diçka tjetër nga llojet e kancer. Këtu bëhet edhe plani për operacion. Nëse mallësia e tumorit ka qenë e vogël, karcinoma është në kuadrantet laterale dhe mallësia e gjirit është lejon, atëherë bëjmë heqja e tumorit me një pjesë të gjirit quhet kuadrantektomi. Heket një pjesë e gjirit, por gjithsesi shkon edhe gjandrat ose limfnodet në aksill. Ne quajmë diseksion aksillar. Dhe në këtë formë ne kemi bën një mjekim të shkëlqyer kirurgjik dhe ai material çohet te patologu dhe varësisht prej gjetjeve, pastaj pacienti shkon në kimioterapi. Kjo është një formë e mjekimit të kancerit të gjirit me intervenimin minimal, kuadrantektomi. Forma, mallësia e gjirit thjesht fare nuk ndryshon pas intervenimit. Këto format të mjekimit janë të rezervuar të rastet të cilat vinë me kohë, janë të vogla, tumorët janë të vogla dhe nuk kanë shtrirje. Ndërsa, kur tumori është më i madh, ka përfshi jo një kvadrant, po 2 kvadrant, gjendet në zonën qendrore të gjirit,
kemi limfnode bukur të rritura në aksill, por jo as të rritura sa që ta bëjnë rastin të paoperueshëm. Sepse kemi raste kur nuk është madhësia tumorit aq e madhe, por gjandrat, limfnodet në aksill janë aq të mëdha për shkak agresivitetit të tumorit, saqë në momentin e parë nuk është kandidat për operacion, pacientja duhet të shkojnë kimioterapi. Pastaj të kthehet në operacion. Duhet të ndërlidhem këtu te kemioterapia, pse njerëzit hezitojnë të marrin? Tash para se të thojmë vetëm ndoshta këta ta përmendi që përpos formës që të hiqet një pjesë e gjirit, kvadrantektomi. Ne kemi formën tjetër që quhet mastektomi, hekja krejt gjirit. Pra, në këto raste, kur tumori është i madh, kur tumori ka kaluar të kufit e trajtimit parcial ose segmentar, ne duhet shkojmë në hekjen totale të gjirit për shkak të sigurisë shumë të madhe për pacientin. Dhe qëndrimi më pashëm që këtu te ne shumë hiqet gjiri, nuk qëndron për shkak faktit që kirurgët dojnë me hek gjirin. Qëndron për shkak faktit se karcinomat të cilat neve i zbulojmë dhe i kemi zbuluar deri më tani, kanë qenë në stadin ose në fazën kur nuk ju ka lanë leju mundësi për me erujt gjirin. Sepse po i lejohet, na do të bëjmë një të gjë që e kanë bëjnë shtetet në Perëndim. Më kujtohet në ato vite 2003, kur kam qenë jashtë në vend, dhe pyes në çfarë i punojnë, më parë atje nuk gjetë të morë mini centimetër. Do thonë nuk gjenë të morë mini centimetër. Dhe gjithë tumorët janë 9 cm dhe nuk flitet më për mastektomi, pos në rastet kur ai lokalizim ta determinon mastektomin. Pra, ndërhyrja me hekje të gjirit bëhet në rastet kur çajo smundje që është fillu dhe ka zbulu gruaja, ka diktu që është e vogël, e ka lënë të rritet dhe prej mundësisë mi harrojt gjirin, shkon në mundësinë mos me rujt gjirin. Po kjo është dëmi më i vogël. Dëmi më i madh bëhet që ajo smundje ka agresivitet shumë të lartë nëse është rritë madhësia tumorit me shtrirje në aksill. Këto janë dy forma bazike të trajtimit, por në fazat në kohën e fundit ne, si kirurgji torakale, kemi shku me forma shumë të avancume, me teknika shumë të avancume të kohës për trajtimin e gjirit. Andaj ju tham me shumë siguri, se nuk ka nevojë nanat, motrat, gratë tona të dalin jashtë për mjekim kirurgjik fare. Asnjë, gjitha bën këto. Dhe bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Por mënyra, forma dhe qasja varet se në çfarë gjendje ne e gjejmë pacientin. Jo, a ka përgatitja kirurgëve është për të gjitha format që bën jashtë. Tani më kemë shku edhe në format me sentinel në aty në limfnode, sikur se jashtë që bëhen ato bëhen me një tel gjilpër, me një tel përmes radiologjisë me mamografi, quhet while guided biopsy, është me tel udhëhequr që përpara s'është bë fare. Hymë në ndryshimet që janë kalcifikacione të vogla milimetrike në mesin e gjirit, hymi marrim e zbulojmë ose nuk e zbulojmë smundjen. S'ka e vërtetojmë. Pra janë metoda edhe të tjera që ndoshta nuk mund t'i akceptojnë masa, por me një fjalë janë një mëri metoda kirurgjike të avancuara tani më që bëhen në Prishtinë. Dhe për të vërtetu këta ne kem pa që dalim shpesh jashtë, por edhe pacientë tanë që jetojnë shumë prej tyre që i kemë operu në Perëndim, neve na kanë thënë edhe shkresa, falënderime dhe kanë thënë për opinionat që në qendrat si në Gjermani, në Sloveni, etj, gjithkund ku kanë dalë që kanë thënë që mjekimi atje është bë korrekt, po as sa dhe të ne të kishte të qenë. Një gjë tjetër që është shumë mirë ta dinë qytetarët tonë është që tani më në fazat kur ka mundësi pos hekjes gjirit, me njëherë të bëhet rekonstruksioni, na po bëjmë edhe rekonstruksioni. Që do thotë? Rivendosjen e gjirit me implant. Marim implantin, futim në vendi ku ka qenë gjiri dhe nuk vrejet që s'ka gji hiq. Praktikisht gruaja hyn me gji në operacion, del me gji. Dhe këto fazë, vetëm duhet fazat fillestare, shumë fillestare, të ato smundjet, të ato karcinomat që fillimisht tham jo invazive.
dhe ato zakonisht e futim, edhe këtë botë e fut në fillim, nëse është ashtu smundja si ka kriteret, futet implanti. Pra, si futja implantit, si kvadrantektomia, si biopsia, si çfarë do sentinella e tjera, të gjitha e kanë një protokoll. Protokoll quhet një rregull strikt në për të cilën kirurgët ekspert që punojnë me ta duhet bazohen për shërimin e smundjes. Pra, ne shërojmë pacientën tanë me një protokoll i cili është i ngjajshëm me në Evropë, në Amerikë, gjithkund. Ne i bëjmë update protokollat më të rija dhe ato ja ofrojmë qytetarëve tonë. Pas këtij mjekimi kirurgjik, pastaj fillon mjekimi me kimioterapi. Kimioterapia tani më është një institut onkologjik që është i konsoliduar, është i organizuar, është i formuar me gjitha shërbimet e tij. Aty bëhet kimioterapia është marrja substancave të cilat e ndjekin kancerin edhe në qeliza, kudo që të është. Dhe ky efekt i saj prodhon disa kundër efekte tjera, sikur që është ramja e flokëve, ndryshimet në mukozë, ndryshimet në logë, ndryshimet në tërë organizmin, në zbritja e leukocitëve, në pasqyrës gjakut, e tjera. Me një fjalë, kimioterapia i sulmon të gjitha qelizat cilat shumohen shpejt, sepse kanceri njihet si smundje me qelizat që shumohen shpejt. Por tani na kemi në organizëm edhe qeliza normale që shumohen shpejt. Dhe mu këto atakuan edhe ato tonat normalet, që është rajacime flokëve, mukoza, gastrike, gojës e tjera, po ashtu edhe leukocitë e tjera që shumohen shpejt, po ashtu edhe qelizat marine. Por dallimi ekziston që këto kthehen me mukozë, me këto kthehen, ndërsa qelizat marine nuk mund të kthehen. Për ata, efekti kimioterapisë duhet, se pyeten shpesh pacient, a ka mundësi të jetë një kimioterapi e cila nuk i qet flok, nuk e bën këto, nuk e bën. Por nuk mundet sa për të qenë kimioterapi efikase duhet ta bëj atë punë. Duhet ta bëj atë punë, duhet si me thanë, nuk mund të jetë një kos që e pren barin, e rrafsh, edhe në atë mënyrë bari i shëndosh delën, kurse ato që i kena luftu, i kena prej edhe ato nuk dalin. Pra i prejnë të gjitha për momentin, por dalin ato të shnosha, dalin ato që nuk na duhen, nuk dalin. Kështu është e kimioterapia në mënyrë figurative. Pasi që kryet kimioterapia për 3 muaj, ka 21 ditë, 68 cikle merren, pacientët pastaj i nënshtrohen radioterapisë, por para se të shkojnë të radioterapia, ekziston gjatë marrjes kimioterapisë dhe një përcaktimi hormonal, është përcaktimi hormoneve, këtyre statusi i receptorëve hormonal. Ai na përcakton se a do të marrim një terapi hormonale apo nuk do të marrim. Të kthehemi pse? Sepse një nga shkaktarët që janë të shumë llogaritet, mosha, gjinia, pastaj gjenetika, që nuk është determinuese, po gjenetika, faktorët e jashtëm, faktorët e brendshëm të organizmit, statusi hormonal i femrës, femrat që kanë lind, femrat që s'kan lind, femrat që kanë pas aborte, femrat që kanë dhënë gjithëdhënie, që s'kan dhënë, këtë janë këta faktorë që në mënyrë tjetër ndikojnë. Por hormonët, vetë qenien e femrën është faktor rreziku. Për faktin se hormonet e femrave, estrogeni, është një faktor që është vërtetuar, është një faktor që ndikon në rritjen ose në potencialin e shfaqjes së smundjes. Edhe mu për këtë, me që është përcaktuar si estrogeni si faktor, bën receptorët hormonal për të pa a ka nevojë ajo grua të merr një terapi që e ndal estrogenin si një faktor rreziku. Post pra kimioterapisë merret tamoksifeni 5 vite të femrat të cilat janë para menopauzës, mbas menopauzës një arimidex, një tjetër bar, për ta mbrojtur gruan nga veprimi i estrogenit. Mbasi që kryet kimio dhe hormonoterapia do të vazhdoj,
varësisht nga gjetjet në aksill dhe në tumorin primar, nëse është përcaktuar që gruaja duhet merr radioterapi, ajo duhet merr radioterapi, futet në ciklin e marrjes së radioterapisë, në programimin e saj, dhe ajo merr një radioterapi që i kohëzgjatja 1 muaj. Pra, 1 muaj nga mjekimi kirurgjik, pritet për mjekimin kimioterapi, mbas 1 muaj mjekimi kirurgjik, fillohet me radioterapi që zgjat 3 deri në 4 muaj, mbas 3 deri në 4 muajve fillon radioterapia që zgjat 1 muaj. Dhe thot, kemi 2 muaj dhe 3-5 muaj krejt ose 6 muaj mjekim komplet nga kjo sëmundje. Pastaj, gratë vitalizohen, kthehen të gjitha ato që i kanë humbur, në qoftë nga pamja, qoftë nga flok, qoftë nga... Kontrollat padyshim, doktor, që duhet të vazhdojnë edhe më tutje? Kontrolla pastaj, po, patjetër. Është shumë e rrugës që të kontrollohen në fillim në çdo 6 muaj, pas në mjeku përcakton se kur, edhe nga kirurgu, a ka ndonjë recidiv ose rishfaqje të sëmundjes, si është gjendja, si po shkon, bëhen ato fotografimet, ultrasonografia, bëhet kjo mamografia, bëhet kontrollat analizave të gjakut, rutine, çdo 6 muaj dhe përcillet një follow-up i grave, në varësisht edhe prej stadit, përcaktohet nga njëherë edhe koha e kontrollet. Pra duhet gruaja të jetë në kontroll, mirë është të jetë me mjekun që e ka operuar shumë mirë, për faktin se ai e din të gjeturat fillestare, mjekimit, operativ, post-operativ, kimio-radio, pastaj të përcillet për ndonjë rishfaqje ose të jetë më e sigurt. Dhe në një moment, pas 3 vjete, mendohen që kalojnë një fazë më lehtë rrezikut, mbas 5-ve mendojmë që sëmundja veç ka kaluar në një fazë më të qetë, mos me pas shqetësim, por megjithatë rikthimi i sëmundjes varësisht prej stadit gjithherë është një kanosje, është një fakt që nuk duhet ta mohojmë se ekziston. Doktor, për fund flasim në pikat shkurta pak edhe për masat të mbrojtëse ndaj kancerit të gjirit. Që të bëjmë një diçka që të mos na paraqitet kanceri është e pamundshme. Kanceri kap gjitha moshat, gjithë njerëzit. Harrum përmendim që 1% kap meshkujt, 99% femrat. Pra, edhe meshkujt nuk janë të shmangur totalisht nga kjo sëmundje. Edhe ata janë potencial në 1% sëmundje. Kjo sëmundje kap të gjitha shtresat e njerëzve. Nuk ka që kap të varfër, të pasur, të ditur, të paditur, praktikisht është sëmundje që kap të gjitha moshat, të gjitha ndej botës. Çfarë duhet bëjmë ne për ta ndalë sëmundjen, është që ne të jemi të vetëdijshëm që ekziston një sëmundje që mund të na kap, dhe meqenëse ekziston një sëmundje, ne duhet të kemi kontrolla të rregullta sistematike të mjeku. Mënyra e vetme që ne ta ndalojmë rritjen e sëmundjes në stadet të avancuara ose ta shërojmë është nëse zbulojmë herët. Tendenca globale krejt botës është që të bëhet ky vetëdijsim. Ky vetëdijsim që tani më bëhet si një praktikë të ne në Kosovë me këtë marshin e tetorit dhe këto lufta, këtë sensibilizimi mediatik. Ky ka ndodhur në Amerikë kohë më parë, është shpërndarë gjithandej botës, sepse është kuptuar në sens që sëmundja s'mund të ndalet me marrjen e një tablete. Sëmundja nuk mund të ndalet me një intervenim kirurgjik, as me një radioterapi. Sëmundja mund ndalet, mund zvoglohet, mund të shpëtojnë mijëra, miliona gra nëse ajo zbulohet herët. Dhe tendenca e krejt mjekësisë, e shoqërisë është që të zbulohet herët, që të mjekohet më mirë. Doktor, unë falenderoj shumë për kohën tuaj dhe... Edhe unë ju falenderoj juve. Falenderoj juve, mbesim me shpresë që qytetarët tonë do të kenë kujdes për veten e vetë dhe fundja, ne çdo herë duhet mendojmë një herë, ndoshta 1 minutë brenda ditës,
për vetën tonë. Do të mendojmë, nëse mendojmë 1 minutë brenda ditës, a jemi një mirë me shëndet, dhe a duhet të bëjmë diçka për shëndetin tonë, që nesërmen, ose të sot, ose nesërmen, të mund të kryejmë detyrat ditore, atëherë kishte me u kriju edhe perceptimi që të ekzistoj kujdesi për vetveten tonë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Pra, miqtë të dashur, erdhëm kështu dhe në minutat e fundit të këtij takimi. Me ne në studio ishte doktor Saudin Maliqi, kirurg torokal, ku diskutuam për kancerin, ndërsa duke u uruar shëndet deri javën tjetër, mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Klinika Ginekologjike Gjermane. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044 677 333. Magjistralia Prishtinë Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik.